Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma, mirë se erdhët sonte. Do të kemi një diskutim të mrekullueshëm. Wow, sa shumë punë sot kam bërë. Anila, të kemi këtu, Anila? Do jemi bashkë me Anilën, edhe Përshëndetje të gjithëve, një herë aty jam. zemra ime, super. Sa bukur dukesh edhe ti plot punë sot, a? Po, shumë, kemi 3 ditë ne. Sezon. Do me thanë, kur e duam punën që e bëjmë, nuk kemi justifikime, kështu që kjo është ajo. Si Anila? Faleminderit, mirë shumë. Juve? Edhe unë super jam, shumë mirë jam. Do të thotë sonte kemi temën si t'i shmangim zënkat në qift, një temë shumë e prekshme, edhe e cila është një diçka që vazhdimisht përballen çiftet. Tash, cila mund të jetë ajo formula e jote, Anila? Nëse ne nuk mund ta bëjmë një mësim, ta shpërndajmë të tjerët pa e mësuar vetë. Po. Ky ka qenë mësimi më i rëndësishëm i jetës time dhe e kam të kaluar dhe jam shumë falenderuese për këtë. Okej, a mund na tregosh pak si e ke të kalu, pastaj shkojmë te tema. Unë e kam të kaluar siç kam thënë dhe në fillimet e mia që kur Zoti më drejtoi te një portë, nëpërmjet një ëndre, më tha ti do kalosh këtej dhe jo këtej, nga kalonin shumë njerëz që ishin të zhytur në balë, edhe më tha ti do kalosh këtej, tha, dhe jo këtej. Dhe rruga ku unë zgjodha të kaloja ishte me dritë, me shumë pemë, me shumë njerëz të veshur bukur, edhe thash, o Zot, pse kalojnë andej ata, thash, kur këtej që ka shumë mirë. Nuk e dija se dera që do ishe ti dhe I Empower. Pas pak ditësh, mu shfaq dera. Mu shfaq dera dhe thash kjo është dera ime. Do më thonë, basi e ke për atë ëndër, ti ke hyrë në I Empower. Po. Skaloj një javë dhe thash kjo është dera ime. Prandaj kam thënë që deri në frymën e fundit, unë do jem mirënjohëse për këtë derë që mu hap edhe për madhështinë tënde që mu shfaqe. Do të jem mirënjohëse deri në frymën e fundit, e kam thënë. Okej, great. Shumë bukur. Mësimet ishin të çmuara edhe nuk dua të themi kam lexuar, por në fillimet e mia unë sikur i kam ngrënë ato mësime, domethënë ditë natë, të 4 nivele, të 5 nivele që mora, edhe kam vazhduar çdo ditë punë me veten, çdo ditë punë me veten, në çdo emocion që më shfaqej, praktikoja të gjitha ato që më kishe mësuar. Në cili mësim ka qenë më kryesori që ti mendon se transformoi jetën tënde? A ka pas diçka ose një pikë kthes? Po. Deklaroni fuqinë tuaj. Ka qenë një madhështi, do ta quaja unë, një nuk e di si të them, nuk kam fjalë për ta përshkruar, sepse në momentin që kemi thënë tani deklaroni fuqinë tuaj, mua sikur mu hap zemra dhe sikur një rrym e bardhë po më vinte që nga lart, e kupton, dhe e ndjeja sikur një diçka e zezë po shkulej dhe një diçka e bardhë po futej brenda meje. Do me thënë, aty e kam marrë atë pikthesën më të forte, deklaroni fuqinë. Edhe në momentin dhe tek parat, tek kemi pasur webinaret për parat, edhe aty kur ke thënë që kush është pengesa juaj më e madhe, dhe për mua ishte meraku, që ishte për fëmijët në atë kohë, edhe kur the ti ngrini flamurin e bardhë
ngrini flamurin e bardhë, nëse e keni gjetur kush ishte dhe unë ngrita flamurin e bardhë, thash, unë e gjeta ku e kam atë dobësin time. Dhe këtë dobësin time, thash, unë do ta kthej në fuqin time. Ishte pika më e dobët, u bë pika më e fortë. Okej. Tash le të shkojmë te tema. Si të shmangim zënkat në çift, domethënë këtë trajnim do mësojmë strategji efektive për të shmangur konfliktet në çift, për të krijuar harmoni dhe për të forcuar komunikimin. Tash marrëdhënia gjithmonë kërkojnë mirëkuptim, empati dhe aftësi për të zgjidhur konflikte në mënyrë të shëndetshme. Arsyet kryesore të konflikteve në çift. Është mungesa, numër 1 është mungesa e komunikimit të hapur. Keqkuptime domethënë lindin kur partnerët nuk ndajnë ndjenjat dhe mendimet e tyre në mënyrë të hapur. Për këtë pjesë, çfarë mund na thuash, Anila? Po, shumë kam për të thënë për këtë pjesë, po do t'i bie shumë shkurt, sepse mungesa e komunikimit të hapur. Ne jemi martuar shumë të vegjël, sikur shumica që mund të jenë e femrave aty dhe e grave. Ne nuk ishim të hapur me njëri tjetrin dhe unë të paktën kam pasur turp në atë kohë. Nuk kam qenë që t'i kërkoja gjërat apo t'ja shpreh agentit diçka. Edhe kjo është një mungesë shumë e madhe që e kam kuptuar mbas disa kohësh, por drejt e kam kuptuar pasi unë fillova të hapja mendjen dhe të mësoja. Mungesa e komunikimit të hapur është një gjë që ai nuk e di çfarë keti. Edhe unë nervozohesha, pa e shprehur që çfarë kisha. Okej. Kur ai nuk e dinte çfarë unë kisha, si mund të bësh, si mund ta rregullosh një marrëdhënie pa e komunikuar dhe pa e hapur që ta flasësh lirshëm atë gjë. Po pse kanjëherë nuk duam ne ta shprehim këtë pjesë? Vetëm i mbledhim në vete gjërat edhe derisa të eksplodojmë. Unë mendoj se të paktën në jetën time nuk mund ta mohoj që ka qenë ego. E kupton? Ego se unë kam të drejtë. E kupton? Pa e parë anën e tjetrit, sepse çfarë mund të ndjente ai, apo çfarë presionesh kishte kaluar me punën, apo shumë gjëra që kur ai nuk mi shprehte mua, unë nuk ja shpreja atij, domethënë ne mendonim të dy se ne kishim të drejtë, kur në fakt nuk e di kush e kishte të drejtë, por kur nuk i flasim gjërat, nuk e si i zgjidh ato. E tash, kush mendon se e ka egon më të madhe, femrat apo meshkujt? Shiko, nuk dua të jem feministe, as të jap atë të burrave, po mendoj se ne femrat. E them sinqerisht këtë gjë. Sepse meshkujt janë më të hapur dhe më të drejtë për drejtë. Ne femrat, mendoj se ne femrat jemi tekanjose. Domethënë i duam gjërat edhe për një gjë kur ma blinte mua, flas për veten, edhe një gjë kur ma blinte, unë e doja ashtu që e doja unë. E kupton, nuk thosha faleminderit, po pse se ke bler kështu, pse se ke bler ashtu. Domethënë gjëja e parë që mund të thuash, mund të kënaqesh edhe me një diçka të vogël të thosh faleminderit. Domethënë unë mendoj se kjo ishte ego. Shumë e bukur kjo. Shumë ka pëlqyer kjo pjesë. Edhe këtu ka. Po tash si ta dallojnë femrat se është egoja e tyre, e cila i krijon krejt probleme? Nëse do mësosh disa mësime dhe nëse do qartësosh mendjen, e kupton, ti do e kuptosh vetiu atë që shiko se ka pasur të drejtë këtu, ka pasur të drejtë atje.
Jo dhe gjithmonë kam të drejtë, por e kupton kur ti e hap mendjen, ti fillon edhe reflekton, e kupton, ti fillon të ndihesh mirë për gjërat sado të vogla që të jenë. Fillon e qartësohesh. Të paktën mua kështu më ka rezultuar. Them sikur ta kisha bërë këtë gjë në një moshë të re, do isha shumë e lumtur ato vite që i kalova në shumë pikëllim dhe i kam kaluar kot. O, zot. Shumë e saktë. Tash, mos hikim prap prej te egoja. Edhe si ta dallojmë në femrat se që ajo është egoja jonë. Tash nëse shkojmë ke pjesa e femrave, për shembull ato bëjnë shumë punë, veçanërisht nëse edhe kanë një punë ku duhet shkojnë me orar të plotë dhe mandej në shtëpi shumë gjëra i presin. Edhe shumë punë kanë për të bë, edhe nganjëherë ndoshta ndihen të pavlerësuara nga meshkujt. Atëherë mendon edhe se këtu është egoja apo është diçka tjetër, çka mund të jetë këtu? Mendimi im është që ne duhet të dëgjohemi më tepër. E kupton, sikur vetëm pak kohë të na kushtoj vëmendje, sikur pak kohë duam ne femrat. E di sa pak duam ne femrat, ne duam shumë pak. Ne duam thjesht të ndihemi sikur të dëgjon të paktën. Mendoj se vlerësimin duhet ta japim ne, se ne nuk japim vlerësimin dhe ata nuk na dëgjojnë. Unë them se këto dy gjëra kur Do me thonë edhe ne duhet t'i vlerësojmë. duhet t'i vlerësojmë. Edhe ata të na dëgjojnë pak fare më shumë. Unë them që një mashkull po e dëgjoj femrën e tij dhe femra e tij po e respektoj mashkullin e saj, do jetë një familje vërtet shumë e bukur. Do jetë sepse nëse mashkulli dëgjon dhe gruaja merr pak vëmendje, se pak vëmendje duam ne femrat, edhe mashkullin ta vlerësojmë edhe për ato gjërat e vogla që bën atje jashtë, sepse ne mendojmë se kur vjen qëri në divan, mendojmë se kaq ishte. Por ne nuk e dim çfarë tensioni, çfarë presioni, çfarë problemesh ka pasur. Edhe burrat janë gjithmonë të prirur ndaj përballjes me jashtë, sepse unë kam qenë brenda, unë shikoja vetëm brenda, nuk shikoj jashtë. Se po të dalësh dhe të përballesh jashtë, është shumë më fuqishme jeta jashtë, sikurse femrat që janë sot që përballen me jashtë. Por po ta vlerësosh, ta nisësh me ato vlerësimet e vogla, them, nëse do më dëgjoni një këshill vetëm çiftet e reja, me shpirt do ju a thosha, vlerësim sa do i pak, sa do i vogël dhe një buzëqeshje, sa do i vogël. Do me thëmë, për ta vlerësuar që ta bëj herës tjetër ai bën diçka më të madhe, sepse unë e kuptoj sot. Kur thua faleminderit i qeshin syt. Dje nuk e kam barë. Dy kemi gabimet tona, se s'mund të fajsoj vetëm veten dhe por sikur më shumë vlerësim të japim ne femrat, edhe të flasim pak më pak. Po ama edhe meshkujt duhet japin vlerësim. Po, sigurisht që duhet të japin edhe meshkujt kur vinë në shtëpi, që të na vlerësojnë edhe ne pak, sepse ne kontribojmë shumë. A mendon se është shumë i rëndësishëm vlerësimi në çift, vlerësimi për pjesën e secili që e ka si detyrë ta bëjë në shtëpi? Vlerësimi është mirënjohje, kur ti i shtron bukën tjetrit dhe të thotë të lumshin duart, ti kënaqesh edhe fluturon nëpër shtëpi. E kupton, fluturon kur vlerësohesh. Po. Të dyja palët e bëjnë pasaj punën me dashuri nëse do vlerësoheshin nga njëri tjetri. A mendon se kjo mund ta rregullojë një çift i cili është në konflikte për t'u ndarë para divorcit? Nëse vetëm pak ndalen edhe fillojnë pak më ndryshe ta shohin jetën.
Nëse vetëm një moment të ndalen, dhe një moment i thonë njëri tjetrit që dalim pim një kafe jashtë dhe flasim qetë. Dhe të paktën mua kështu më rezultoi që të lutem të flasim qetë. E kupton sepse kur ne bërtasim ne nuk kuptohemi. Të flasim qetë, të them unë gjërat që unë kam, t'i hethu në tavolinë, edhe pastaj t'i his të tuat dhe të shikojem. Dhe ne aty pam që ne kishim shumë ngecje, sepse as unë si dija të ti, as ai nuk I dinte të mia, sepse nuk kishim folur me njëri tjetrin. Okej. Shumë e mirë kjo, Anila. Po. Shumë Edhe e fuqishme sepse kjo. e kam praktikuar këtë gjë. Domethënë, e dyta është diferencat në vlera dhe pritshmëri. Ndryshimet në prioritetet e jetës mund të krijojnë përplasje. Tash për shembull, sa I përket vlerës dhe pritshmërive që kemi për njëri tjetrit. Si mund t'i ndryshojmë këto prioritete? Që krijojnë përplasje. Ta themi për shembull, cili është prioriteti yt tash për tash? Prioriteti im ka qenë gjithmonë familja, gjithmonë komunikimi, gjithmonë folja me zë të ulët, që ne ta kuptojmë njëri tjetrin, por gjithmonë prioriteti im ka qenë familja, fëmijët dhe harmonia në shtëpi, lumturia në shtëpi, duke qenë edhe nëse ne do bëjmë një debat, okej, kush është zgjidhja, nuk ka më të rrim te problemi siç kemi ndenjur vite më përpara që ne debatonim kot, rrinim tek ai problem mëngjes drek darkë, asgjë nuk kuptonim. Tash kush është zgjidhja? Çfarë kërkon ti prej meje, çfarë unë dua prej teje? Apo në një debat, kush është zgjidhja, kaq e thjesht. Kjo u bë, iku tash, unë e bëra, ti e bëre, tash zgjidhja ku është? Kush është zgjidhja? Ajo që kam kuptuar tani është që unë nuk rrim më fare te problemi. E çfarë bën ti për shembull, si e tejkalon këtë pjesën që thua nuk rri fare te problemi? Po. Si mund të një nga pjesëmarrësit që janë sonte në Zoom edhe ta kuptoj këtë pjesë. Çfarë bën ti nëse bëhet një debat në shtëpi edhe si ti shmangesh atij debati? Edhe unë kam pasur tone të larta, edhe pse kam punuar me vete, ndonjëherë gjithmonë edhe kam dalë dhe për një moment kam thënë, Nila prit, do me thënë e kam vëzhguar veten, Nila prit, çka po bën? E kupton? Kjo nuk është mënyra e duhur. Pastaj, në një debat, çfarë debati mund të kemi qoftë për një punë që ne na duhet, nuk e kemi bërë, I them, okay, kjo u bë tani. Si ta zgjidhim? Gjithmonë të fokusohemi te zgjidhja. Kjo iku tash, u prish. Edhe çiftet, për shembull, nëse një pjesëmarrëse aty duhet të ketë vetëm vëmendjen te zgjidhja. Si kë problem mund të marr unë ty, për shembull, që e kemi bërë kohët e fundit, që kemi pasur një debat. Do me thënë, debatet nuk përfundojnë mes mashkullit dhe femrës, janë të vazhdueshme edhe ne duhet t'i pranojmë si diçka e cila është pjesë e përditshmërisë tonë. Edhe jo për shkak të një debati ose ofendimi ne t'i japim fund martesës. Absolutisht jo. Nëse njerëzit do jenë të qetë dhe me mendje të thjellët, askush nuk I jep fund për një zënë. Sidomos meshkujt e kam për shembull që do bërtasin 5 minuta dhe ai do ikir. E kupton, nuk e ka fare, e shpreu atë zemërimin, bap, foli shpejt, por tash unë nuk rri prapë te ky problemi. Do me thënë që të them pse ma tha, si ma tha. Them,
ishte i nevrikosur dhe kaq. Ishte i mërzitur dhe unë e di tani që ai nuk e ka fare me mua. Kur tjetri debaton, nuk është se e ka me mua, diçka brenda ti ati e lëndon, edhe ai e shpreh tek unë. Prandaj të gjitha çiftet duhet të kuptojnë vetëm një gjë që nëse dikush zemërohet apo të fyen, ai nuk e ka fare me atë. Nuk e ka fare me atë. A thosh mund t'jetë kjo pjesa e turbullinave shpirtërore që ne kemi, se unë si e kam vërejt shumë shpesh në lidhjen time me Avniun. Do të thonë, kur unë kam shqetësime të brendshme, ajo është nervoze, është i shqetësuar dhe flet gjërat që ndoshta diçka brenda me e don t'i flas. Por, do të thonë, aty krijohen debatet. Po. Ne kemi nevojë për qartësuar brendin ton. Po. Dhe kur ne qetësohemi brenda nesh, ne do rezonojmë me personin tjetër, se shikojmë. Kam pasur raste për shembull që kur unë jam e qetë, kur ai është i nevrikosur, edhe ai nuk ka me këta bëj debatin, sepse kur ti nuk përfshihesh, e kupton, një herë mund të bërtas, 2 herë dhe pastaj alkimizohemi bashk. Nuk fillon më ajo lufta e egër, si që bënim dikur, që thuaj ti them mund, thuaj ti them mund, tym. Okej, tash, si ti ndryshojmë pritshmërit? Pritshmërit? Shiko, nëse ne do kemi pritshmëri aq sa mundet tjetri të japi. Nëse për momentin ne nuk kemi pasur, kemi pasur një, mund ta them ekonomi të dobët, po hajt, atëherë unë nuk duhet të kem pritshmëri që të kërkoj prej tij diçka që nuk mundet ta realizoj ai. Shumë e bukur kjo. Nuk mundet, Mimi, sepse ti e vën në presion atë, e vën në tension. Nëse unë më duhet që të vishem me rroba të thjeshta, do vishem me të thjeshta. Nëse më duhet që të për shembull për 14 shkurtin tani do dalim të ham, i thash jo, se ne do shkojmë në Durrës nesër, e kupton pse? Po. Sepse pak a shumë ne e dim atë të familjes tonë. Po. Edhe ti fillon dhe e mirë kupton, edhe ai është më i qetë. Okej, shumë e bukur kjo, Anila. Tash ta shohim tjetrën për cilën e kemi sonte të flasim. Menaxhimi i dobët i stresit, depresionit, tensionet e jashtme ndikojnë në marrëdhënie. Ti pak e përmende këtë, Po. po ta zgjerojmë pak, domethënë si ta menaxhojmë ne stresin që e kemi ne, presionin që e kemi. Se ne femrat për shembull kemi krejt stresin, presionin me mbajtjen e shtëpisë në rregull. Ndërsa meshkujt i bëjmë punët e jashtme. Edhe asnjëri as tjetri nuk e kuptojnë atë rëndesën ose tensionin që e sjellin këto gjërat e përditshme. Tash këtu Kjo është shumë e bukur, Mimi. E di sa e bukur është sepse unë kam kaluar shumë tension dhe presion. Kam kaluar tensionin dhe presionin, edhe kur kam qenë në punë që punoja në market, unë përdor gjithmonë metodat që i ke thënë gjithmonë ti, domethënë që sa herë që e ndjej veten që jam në tension ose në presion, unë e marr atë tension ose presion që çka kam dhe e çoj në zemër. Se vetëm aty e shpërbëj, e qetësoj veten dhe ja them edhe fëmijëve edhe Gentit që mos mbani tensione dhe presione, çojini në zemër, shpërbëheni.
që të jemi të qetë, se duke qenë në tension, do kesh kokëzimbje. Duke mbingarkuar me mendime veten, t'i lëm gjërat të rrjedhin në mënyrën si vetë natyra që është krijuar. Edhe Zoti nëse nuk krijojmë tension edhe presion, edhe Zoti na udhëzon, jemi më të qartë, i shikojmë gjërat më pastër, i shikojmë gjërat, edhe punët e shtëpisë kur them Anila qetësohu dhe bëj me qetësi, ato sikur bëhen vetë. E kupton? Edhe më shpejt i bëj, edhe më qetë i bëj, edhe nuk jam Edhe kështu. me shumë kënaqësi kur e shef shtëpinë e rregulluar të pastër. Po, bëj Edhe maestra çdo gjë në rregull, po. Se në fillimet e mia, duhet ta mbash mend Mimi, kam qenë shumë e tensionuar, shumë e strapacuar. Po, Kam qenë. po se atëherë edhe punoj në market edhe Po, jo, Ishte tani shumë. të punoj sa të dua, Mhm. më duhen vetëm 5 minuta që të mbyll syt. Edhe të shkoj brenda dhe të them faleminderit vetes, ti mundesh më shumë, ti është kënaqësi që ta bësh, se në fillimet tona ne kur punonim, tensionoheshim, ne edhe bërtisnim, fajsonim, bënim, kurse tani kthehem brenda, them Anila, është shumë e bukur kjo, qetësia është gjëja më e mrekullueshme që mund të ketë robi, dhe ndihem aq e qetë, aq e sigurt, edhe ruaj atë paqen time të brendshme. Thjesht me teknikat që ti ke mësuar, thjesht me të gjitha. Do më thonë prap e thua atë pjesën se ne duhet kthehemi tek vetja, nuk duhet kërkojmë gjithmonë prej tjetrit na bëjt ndihemi mirë, sepse ne nëse nuk mund gjejmë mënyra si të ndihemi mirë me veten tonë, atëherë do rrim vazhdimisht të prit prej tjetrit e të e fajsu tjetrin. Kjo ka qenë një nga gabimet e mia, mund ta quaj gabime, nga padituria. Kjo ka qenë një nga gabimet e mia më të mëdha, do me thënë që krijoja shumë pritshmëri, doja miratim. Edhe kohët e fundit e kam fuqizuar pak këtë. E kam fuqizuar pak më shumë, sepse gjithmonë ne krijojmë pritshmëri nga të tjerët. Tash nuk krijoj pritshmëri shumë. Okej, e katërta është xhelozia dhe mungesa e besimit, dyshimi dhe pasiguria shkaktojnë konflikte të panevojshme. Tash, kjo pjesa e xhelozisë, do me thonë, është një smundje, edhe Napoleon Hill e quajnë këtë si një smundje mendore, e cila duhet të trajtohet si e tillë, po edhe unë edhe ti gjatë jetës tonë këtë planet, edhe gjatë martesës sonë kemi pat këto pika të xhelozisë. Kjo me të vërtet ka qenë, ajo ishte një diçka shumë e vështirë. Sepse në atë formë ti e ndjeje veten të robruar. Kur vazhdimisht dikush shfaq xhelozi për çdo gjë. Çka mund thush për këtë, si ka qenë edhe si është? Për këtë Mimi me kënaqësi flas, sepse unë kam kaluar xhelozi të madhe prej Gentit. Pasi unë nuk e njihja xhelozin fare, nuk e dija çfarë ndjenje ishte. Unë arrita që edhe unë të bëhesha xheloze. Kjo është në ka një ndjenjë më jo të mirë, se s'dua të flas fjalë negative, ajo është një nga është xhelozia. Sepse e kam përjetuar gati 2 vite, 3 vite, dhe më nxori komplet nga rruga që unë isha. Më nxori të isha një tjetër person. Sepse nuk e di çfarë ndjen me shkujt, por krijon skenare në kokë.
paktën mua kështu më rezultonte, që krijoja Po, skenare. skenaret plot, edhe bëhet një film që, Është një film që po, tërë natën do rije pa gjumë. Edhe kisha inat kur ai flinte. Kisha inat pse flinte ai. Sepse mhm, unë isha e shqetësuar, doja që edhe ai të ishte i shqetësuar. po, Pastaj edhe e ka pasur edhe Genti shumë të theksuar xhelozin, e kemi pasur të dy, po kur flitet në një çift, u them këdo që të rinjt, fëmijët, këdo që të takoj, i them mos me xhelozi, mos e ushqese, është njësoj si kur të ushqesh të keqen. Kur Zoti të ka dhënë dashurin, shpirtin e mirë, ushqeje Zotin, sepse nëse ne të gjithë xhelozojmë, nëse ne të gjithë zemrohemi, ne të gjithë, e kush do ta ushqejë energjinë e Zotit? A nuk jemi ne që duhet i japim atij fuqi, që ai të na japi fuqi? Pse duhet ne të ushqejmë anën e kundërt? Edhe u them mos, se xhelozia është gjame e shëmtuar, mos ja bëni tjetrit këtë, mos e mbytni, mos e mbyt, se nuk është e drejtë. Thjesht po, se xhelozia është sikur bëje kështu ose s'ka ndryshe, do më thonë është limitim i madh që ja bën tjetrit. Unë kur i thoj Avniut, unë dua të jem e lirë, ai thoshte si dush ti që jesh e lirë, çfarë lirie ti don? Për meshkujt ti kur kërkon liria i mendon se kush e di çfarë lirie. po, Nuk e kuptojnë meshkujt çka është liria shpirtërore, se nuk e kuptojnë këtë term. Është e pa shpjegueshme për ato, sepse ato kanë krejtësisht mendime tjera dhe sigurisht i njohin meshkujt më mirë, sepse vazhdimisht janë biseda me to, edhe e dinë se si funksionon bota e meshkujve. E prandaj kam vendosur disa limitime. Unë kur po, isha e re nuk më lejon të shikoj në për vitrinat dyqaneve, thoshte çka shikon aty. Ose isha aq e limituar sa që kur ulshim restorant, unë gjithmonë duhesha të ulem, ka e shoh murin. Jo, jo t'i kem përballë njerëzit që të mund dikush të më shikoj mua ose ta shikoj unë dikon tjetër. Aq xhelos që ka qenë Avniu. E kështu, edhe do unë më thonë, janë këto gjëra që kanë kalu, mandej, do më thonë, në fazat ndryshme tjetës, unë jam këthy jam bo gjeloza, edhe po, kështu ka shku po, jeta, po. po. Të gjitha vijnë nga padituria. Po, Unë them shumë të saktë ke këtë përgjigje. gjitha vijnë, do me thënë, padituria i ka mbyty njerëzit. Asgjë tjetër, asnjë gjë. Padituria i çon dhe në ligësi, se xhelozia është një farë ligësie. Po më e keqja është se nuk e pranojnë se nuk dinë, ato thonë se i dinë të gjitha. E kjo është pjesa, do më thonë, që ti nuk mund të ndihmosh njeri unë, i cili i dinë të gjitha. Po. Sepse ti nëse e din se duhet të ketë pak mirë kuptim ndaj njëri tjetrit edhe nuk e bën, nuk e din. E tash hyn aty shumë shumë faktor. Por edhe nuk ke si u flete, kupton, edhe rri edhe hesht pastaj, e kupton se thon ti do i thuash mos reago kështu, se xhelozia nuk është e mirë, edhe thua lere. E kupton, nuk e shtyn ma, domethënë me njerëzit e huaj. Kurse me të shtëpisë përpiqem që të paktën fëmijët e mi ndjenjën e xhelozisë të mos ta ushqejnë, dhe do mundohem derisa të kem frym që xhelozia është tmerrësisht ndjenja më e keqe e njeriu që mund të ketë, sepse është ligësi, në vetvete është padituri ligësi. Po. Do me thonë tash e kemi pikën 5, e cila ka të bëjë me mungesa e kohës cilësore. Një marrëdhënie e shëndetshme kërkon angazhim dhe kohë të dedikuar për njëri tjetrin. E tash, këtë për shembull, ndoshta e anashkalojmë, ëh. Shumë. E anashkalojmë edhe këtë pjesë. Që të kalojmë kohë me njëri tjetrin. Për shembull, kur shkojmë me ju, me Gentin, me Meritën, me Ganiu ndikund edhe kalojmë tamam kohë cilësore, ku vetëm qeshim edhe
Kënaqemi shumë. Kënaqemi. Po. Unë them se të gjithë çiftet, këshilla ime, unë ja rekomandoj gjithmonë motrës, të paktën atë që ka pasur pak më shumë konflikte me bashkëshortin, ne marrim si justifikim leku skemi. Ne edhe në bus të detit, siç e ke parë edhe ti, të shkojmë bë 52-shin e merr me vete, merr dhe një shishe ujë, edhe kalon pak kohë me bashkëshortin. Ose edhe ato 50 euro, apo 30 euro, apo 100 euro që do marrësh një dhomë hoteli që të rrish vetëm me burrin tënd larg asaj përditshmërisë, për mua ka qenë bekim, sidomos të vitet e fundit që e kam bërë, është një ndryshim total energjie. Total. Kur i shkëputesh rutinës dhe merr kohë që të rish, të flasësh, të rikujtosh gjërat që kemi pas bërë kur ishim të rinj, që ishim fare të padjallëzuar, fare të kujtosh atë dashurinë e hershme që kemi qenë fëmijë dhe ka qenë një dashuri e sinqertë, një dashuri e pastër. Pastaj kur fillon që nga padituria thash ti fillon e konfliktosesh edhe për gjërat më të vogla, kurse tani për shembull ne e dim shumë mirë dhe themi ja fusim 2 ditë në filan vend, heqi mendjen, e kupton? Po. E gjejmë, e kemi si rrugëzgjidhje. E kupton? Si rrugëzgjidhje që jo t'u shmangesh gjërave, por thjesht ti kur largohesh reflekton edhe më mirë për to. Okej. Vazhdojmë tash me te pjesa e dytë, këtu kemi strategjitë për të shmangur konfliktet. Domethënë, pak a shumë i përmendi Anila. Kërkohet komunikimi efektiv, komunikimi kur ka debate nuk është efektiv. Por mund të mos jetë efektiv Mimi, ato 5 minuta apo gjysmë ore në moment, por ty nuk të dëmton më ai konflikt siç të dëmtonte më përpara, kur ti fillon edhe mëson, kur ti fillon e hapesh, sepse pas gjysmë ore ti e di që ai konflikt ishte thjesht 2 egot tona. E kupton? Dhe kur fillon që reflekton, edhe ai gjysmorçi them, zbehet. E kupton se në fillim do zihesh 3 herë në muaj, 4 herë në muaj, pastaj fillon e bën një herë, pastaj fillon e zvogëlon. Se sa më shumë, them për veten time, sa më shumë vedisohem, sa më shumë vedisohesha, aq më pak ka konflikte. Sa më shumë qëndron në vedisim dhe në këto mësimet e përditshme. Unë e them me zemër, me shpirt, me nuk e di me si ta them, që nëse ne nuk mësojmë ditë për ditë, nëse ne nuk rrim në këto mësime ditë për ditë, nëse ne nuk ja kujtojmë vetes çka kemi mësuar gjithmonë, po nuk e hapëm kompjuterin të futemi tek mësimet, tek videot që i ke bërë ti me aq shumë dashuri, me aq shumë mund, me aq shumë kohë, veç të kesh, nuk di çfarë të them, se janë një perl, sepse ti vedisohesh, të çojnë në vedisim, çdo ditë mësim të çon në vedisim, çdo ditë mësim të çon në një ndërgjegje më të lartë, çdo ditë ti fillon dhe ndërgjegjësohesh aq shumë dhe lidhesh aq shumë me veten, sa thua, o Zot, pse kam vuajtur kaq shumë kohë, ose o Zot, pse po zihen këta kot kur i dëgjon disa persona të tjerë. O Zot, po zihen kot, se ndonjëherë edhe kur i dëgjon, ata të dy thonë të njëjtën gjë, por thjesht nga që nuk e dëgjojnë njëri tjetrin, duket sikur i kanë të kundërt.
Po, Ti që më kam ja për shembull si kjo këtu që është, përdor gjuhën unë në vend të ti, për të shmangur akuzat. Për shembull, ti thush unë ndihem e mërzitur. E jo ti thush ti gjithmonë e bën këtë, ti gjithmonë je kështu e i lidhish këto gjëra që kanë ndodhur krejt jetën. Unë kam kritikuar shumë, Mhm. kam kritikuar me qëllimin e mirë, por prap nuk është gjë e mirë. Edhe pse e ke qëllimin shumë të mirë, e kam pas qëllimin e mirë, jo për t'i vënë në dukje faj, por thjesht për të mos më bërë mua se më bën të ndihem keq. E kupton? Mhm. Por është kjo që ne duhet të themi, shiko, nuk ndihem mirë, mos ma bëj më këta. Sepse nuk më bën të ndihem mirë, unë s'të gënjej, unë s'të mashtroj, unë s'të vjedh, unë s'të bëj gjëra që të lëndoj ty. E kupton? Edhe tjetri e kupton pastaj. Po, dëgjoj, do më thonë kjo është e rëndësishme ta dëgjojsh aktivisht dhe të bëjsh pyetje për ta kuptuar partnerin. Po, gjithë këto gjërat ndodhin dhe mund ndodhin vetëm nëse e merr për një kafe ose për një darkë, se për ndryshe të shtëpia kur janë ato energjitë negative, të cilat duhet t'i shmangim, edhe sarkazma, do më thonë, sarkazma është një formë shumë e keqe e cila e lëndon shumë shpirtin. Kur përdoret sarkazma në aspektin negativ, për ta tallur tjetrin, për ta ulur tjetrin, për ta ofenduar tjetrin. Edhe tjetra, respekti dhe empatia. Tash, do më thonë, kjo pjesa si ta kuptosh këndvështrimin e partnerit para se të reagojsh. Kjo nuk është aq e lehtë, Anila. Ja. Nëse tjetri vërtet ofendon, edhe ti tash si mundish mos reagojsh, por ta kuptosh. Ta kuptosh se çfarë, si mund ta kuptosh një njeri i cili është nga Marsi, siç janë burrat. Ktu si t'ja bëjmë? Po, Po. shiko, prandaj thash që sa më shumë të vedisohemi, më shumë ne bëhemi empatik. Sa më shumë, sepse ti e kupton që ky person po vuan brenda asaj të ti. Një traumë, ne kemi shumë trauma, Mimi, ke nxjerr shumë trauma prej meje. Unë i kam pas qenë bark të nënës, ai ka qenë bark të nënës. Ne prindrit tan nuk e dinin, nuk i dinin shumë gjëra. Edhe ne jemi rritur në kaos. Dhe ti fillon të kuptosh që tani po del një traumë këtij person. E kupton? Okej. Tani po i del një traumë, po bëhet edhe ky pastrim, them. Hajde Anila tani, them, ta lëshojmë Tiki të shkojë edhe kjo. Hajde edhe një herë tjetër ta lëshojmë Tiki të shkojë edhe kjo. Edhe nëse edhe unë jam rebeluar, edhe unë jam, sepse ne shërojmë njëri tjetrin në marrëdhënien time të paktën, kam menduar dhe kuptuar që ne po shërojmë njëri tjetrin. Vetëm një fuqi si e Gentit mund të nxirrte në pa traumat e mia të përmirisë, që unë i kam pasur, se mami im ka vuajtur me babin që ka qenë i smur, dhe ndoshta unë që në barkun e nënës kam marrë trauma që të sëmundjes, të largimit nga jeta e një personi të dashur. Edhe vetëm një fuqi shumë e madhe mund t'i nxjerrë ato në pa. Vetëm duhesh një fuqi shumë e lartë. Edhe ne kemi shëruar njëri tjetrin. Po Si shumë bukur e thuish këtu, Anila, si që thot Kevini, do me thonë, çdo person që vin jetën tënde është për shkak të karmës. Prandaj nuk duhet ta refuzosh, por duhet ta pranojsh siç the vetë, e pranon edhe e liron të shkojë. E lejon të shkojë. Super, shumë bukur. Po. E kam kuptuar shumë këtë minut, vetëm. Do me thonë edhe këtu është kjo pjesa tjetër, të praktikojmë faljen dhe ta lëmë të kaluarën të shkojë.
Tash, e kemi praktiku faljen, e kemi fal njëri tjetrin. Okej. Por kur vin konfliktet përsëri përmenden gjërat të cilat janë falur një herë. E tash këtu, çka të bëjmë, sepse unë e di se krejt i kanë këto sfida. Ditë për ditë vetëm do vedisohemi, se edhe nesër mua mund të më dali diçka e tillë. Thjesht do vedisohem dhe do them edhe këtë do ta lëm të shkoj. Edhe këtë dhe do kthehemi te vetja dhe unë të paktën kështu zemër më drejtose, më ndihmo të mos flas fjalë që s'duhet të flas, më ndihmo të mos them gjëra që mund ta lëndoj, sepse kemi thënë mjaftueshëm në të shkuarën, kemi thënë aq shumë sa Zoti na fali. Edhe gjithmonë të them që Anila, e lëm edhe këtë të shkoj, e lëm edhe këtë të shkoj, e lëm edhe këtë të shkoj, derisa të pastrohemi. Ne edhe gjatë ditës marrim prapë Mimi, se themi kur do pastrohemi një herë, tamam. Si e mendon kur do pastrohemi, kur të pastrohemi trupin, shtëpinë apo mendjen, shpirtin? Mendjen, shpirtin. Kur do lirohemi një herë që të mos kemi më diçka, po ne edhe gjatë ditës ne marrim prapë sërish gjëra, edhe prap duhet i lëm të shkojmë prap. E prap, unë vetë dua të vedisohem. Thjesht them, Zot më vediso, Zot më udhëhiq, Zot mos më ler të mbështetem, e them gjithmonë me vete, të lutem Zot, mos më ler të mbështetem në veten time, as sa një fije floku them, as sa një kapitje sysh. E kam lexuar diku në Kur'an dhe gjithmonë ja them Zotit, ja kërkoj me shpirt që mos më ler të mbështetem në vete, se jam e sigurt që gaboj. Do më thënë gjithmonë duhet ta tejkalojmë veten. Absolutisht. Udhëzim të brendshëm, udhëzim shpirtëror derisa konfliktet mos të bëhen më konflikte. Mos t'i quajmë më konflikte. Thjesht zgjidhje problemesh. Thjesht zgjidhje të mbështrim më të mirë për jetën, për një familje më të lumtur, për një sepse çka hequr me ne, me zënkat tona. Them o Zot, më fal gjithmonë. Çka heqin fëmijët? Po, të pjesa e fëmijëve, egoja nuk pyetën as fëmijë, as ardhme, do më thonë, egoja don vetëm shkatrim. Edhe nëse rrim ta ndëgjojmë egon, do më thonë, ajo çon vetëm drejt shkatrimit. E njeriu duhet të ketë vërtet shumë durim. Pa durim, pa falje, nuk di. Pa durim, pa falje, nuk... Sa më shumë durim dhe sa më shumë falje. Sepse të gjithë gabojnë, të gjithë... Asnjë mashkull nuk gabon, do me thënë, pa atë prezencën tënde. Do me thënë, gaboj... E hapim të dy këtë grop, nuk e hap vetëm njëri. Do me thënë, pak ai, pak unë, pak ai, pak unë, të dy me ego. Ta vlerësojmë njëri tjetrin, shpreh mirënjohje për gjërat e mira që partneri bën. Po, edhe partneri. Tash, për shembull, nëse ka dikush që sonte na ndjek edhe është grua, burri vet nuk e ndëgjon këtë emision, këtë program sonte që e kemi ne. Edhe ajo tash përsëri shkon tek ai pse nuk më vlerëson. Ktu çka të bëjmë? Si mendon ti? Për shembull, ti ke marrë trajnimet, nuk i ka marrë Genti. Po. Si ndryshoj marrëdhënia juaj kur Genti nuk ka mësu, ndërsa ti ke mësu? Më kujtojnë shumë mirë fjalët e tua që më thoshe, se thosha, nuk më lë dhe të shkoj në seminare, thosha. Dhe më thoshe, Anila, duhet ta duash vete. Anila, nëse ti nuk thehesh te vetja, nëse ti nuk e don veten, nëse ti nuk e vlerëson veten, si pretet të vlerësoj dikush tjetër? Po, shumë e bukur.
Përgjigje e saktë. fjalët e tua. Anila, si mund të presësh nga dikush tjetër kur ti veten e ke lënë në harres? Mbaj mend atëherë hierarkia ime ishte të tjerët Zoti dhe unë thash nuk e di ku jam imi. Jam e treta apo mund mos jem fare dhe e treta. Edhe gjithmonë kthimi te vetja, domethënë ne të duam më shumë veten, edhe duke rregulluar ti veten për veten tënde, ajo ndodh automatikisht pas një periudhë kohe. Veç të punojnë me veten, veç cilado femër, mos ta mbaj mendjen tek çfarë bën ai. Le të bëj çfarë të doj. Është zgjedhja e personit, është zgjedhja e tij. Ti thjesht merru me veten dhe do shikosh nëse personi tjetër do t'i përgjigjet asaj pasqyrës tënde, edhe këtë ma ke thënë ti që Anila, nëse ju do rregulloni marrëdhënien me njëri tjetrin, do jeni zgjedhja njëri tjetrit, Zoti do t'ju bëj shumë të lumtur. E nëse nuk jeni për njëri tjetrin, nuk do bëheni dot me zor. Nuk mund të bëhemi me zor. Po, sepse, domethënë, tash mund të ketë dikush edhe që është divorcu, që duhet ta kuptojmë se nuk është pikërisht kjo që e ceke dhe shumë mirë që e ceke, sepse ka raste kur aq është rruga e tyre. Aq, domethënë, aq ka qenë rrugtimi i tyre para se të vinë këtu, ato aq ashtu e kanë përcaktu që ti kenë ato fëmijë, edhe ato fëmijë kanë qenë gjëja më e bukur që e kanë bashkë, pastaj rrugtimi i tyre ndahet dhe është okay. Tash këtu kemi edhe, domethënë, këtë që tash vinë si zgjidhja e problemeve, e folëm shumë, Anila e tregoi edhe e shpjegoi shumë bukur këto debatat e nxehta, ti diskutojmë në momentet qeta, jo gjatë debateve të nxehta, ti diskutojmë problemet, kërkojmë një zgjidhje të përbashkët dhe bëjmë kompromis kur është e nevojshme, edhe të përdorim time out ose një kohë mos diskutojmë, mos flasim, ta shmangim njëri tjetrin për një kohë, kur ta shohim se biseda është e tensionuar. Kjo bile mos ta bëjmë konfliktin aq të madh. Sidomos çiftet e reja, Mimi, sidomos çiftet e reja, mos t'ua bëjnë fëmijëve atë që ne kemi bërë, mos t'ua bëjnë, se e di sa kohë që është, sikur ta merrnin këtë mësim edhe femra të filloj të punoj me veten e saj, të paktën të mos jo të mos ta ngrej zerin, po të mos jenë dy ego, të punoj femra me veten dhe pastaj mashkulli është shumë mirë ke thënë ti se nuk më hiqet nga mendja, burri është pasqyrë gruas dhe gruaja është pasqyrë burrit. Po. Jolanda ka përmend shumë një diçka të bukur, unë gjithmonë kam thënë o Zot, nuk dua një burr si babi, jo se është i keq, po për shkak të zakoneve që ka. Dhe im shoq thotë është kopja e tij. Më shumë indian ai se vëllezërit e mi. E ka tërhequr. Po. E ke tërhequr Jolanda, thua, e ka tërhequr. Sa më shumë frikë të kemi, më shumë na vijnë gjërat. Sa më shumë frikë të kemi, më shumë na vijnë. Edhe kjo për shembull kujdesi për marrëdhëniet, planifikoni kohë cilësore së bashku, edhe mbështesni njëri tjetrin në ëndrat dhe aspiratat personale. E dëgjoja një audio ku thoshte burra, gratë tuaja do t'i shikoni si mbretresha, si gjë më të çmuar që e keni në jetën tuaj, sepse nëse gruaja juaj e mbështet ëndrrën tënde, ti do e realizojsh ato. Nëse ajo e kundërshton, nuk do ta realizojsh. Prandaj duhet shumë më të mirë silleni me gratë tuaj. Duhet ta kuptoni se pasuria e vetme që keni janë gratë tuaja. Mos e nënvlerësoni, mos e nënçmoni, mos e ofendoni. Sepse ashtu e ofendoni suksesin tuaj, e ofendoni familjen tuaj dhe të ardhmen e përbashkët. Prandaj janë shumë
e rëndësishme që ta përkrahin dhe ta mbështesin njëri tjetrin. Në aspiratat personale, për shembull, nëse gruaja do të bëjë diçka, ka një ëndër të bëjë diçka, mashkulli duhet ta përkrah edhe kundërta. Edhe gruaja duhet ta përkrah burrin nëse ai ka ëndra edhe don të arrijë qëllime. Duhet të rri gjithmonë në mastermendje ose fuqi mendore drejt realizimit të ëndrës. Mandej është rishikoni rregullisht marrëdhënien dhe bëni përmirësime të vazhdueshme. E tash tjetra, disa ushtrime praktike për çiftet. Ushtrimi i ditarit të mirënjohjes. Në çdo ditë secili partner shkruan 3 gjëra pozitive për tjetrin. Po, ne kemi praktikuar këto. Atëherë nëse mundet për shembull dikush të shkruaj 3 gjëra pozitive për bashkëshortin? Tani shkruajmë pa problem ne, po më përpara ka qenë çike vështirë. Domethënë ato që janë të reja aty e Ne ka më përpara nuk kemi mund për veten të shkruajmë gjëra pozitive. po jo më për bashkëshortin, po tash e kemi të lehtë ne të shkruajmë shumë gjëra pozitive. Aida, po si thot shumë mirë e ka thënë, po a do e kenë kuptuar burrat. Burrat e Hajde shkruajmë tash. kur ta instalojmë ne brenda e kuptojnë se thot sa e mirë që ka bërë nusja ime. Ua, sa më kupton, sa e mirë. Okej, Anila, tash unë jam të shkruaj 3 gjëra. Edhe Ti ti shkruaj shkruaj edhe të shofëm tjerët se çfarë të komentojnë. Ti shkruajmë tek çati apo në fletore? Unë i shkruaj në flet jam duke i shkruaj. Kjefsere, burri im më kupton shumë, burri im më përkrah, burri im nuk është xhelos. Meri, ai më do shumë, ai më vlerëson shumë, ai kujdeset për mirëqenien time. Okej? Burri im më përkrah, burri im më jep forcë, burri im më don dhe kjo është e padiskutueshme. Bravo, bravo. Bravo, Jolanda. Megjithë burri im është i mirë, burri im është i dashur, burri më kupton. Zenepe, burri im është dashuria pa kushte, burri im më përkrah në çdo aspekt, burri im është forca ime. Yes. Shumë komente të bukura. Nuk ka gjë më të bukur se dashuria me. Dashuria është fuqia më e madhe e jetës. Unë kam shkruajt avniu është mrekullia e jetës time, avniu është fuqia e jetës time, avniu është dashuria e jetës time. Burri im është bujar, zemërmir. Ti lexoj dhe unë apo? Po, nëse do, lexoj. Unë Anila kam një burr të mrekullueshëm. Unë Anila kam një burr besnik. Unë Anila kam një burr shumë mbështetës. Shumë bukur. E kemi pasur dobësitë tona po i kthejmë në fuqimin, sepse është vetëm një mënyrë për të kaluar çdo sfidë. Do dobësitë në fuqi. Ti lexoj disa komente, unë çdo natë them faleminderit Zot që kam një bashkëshort që më përkrah gjithmonë, ajo është i qetë, është baba i mirë.
Më dhuron qetësi shpirtërore, shumë dashuri mua dhe vajzës. Më përshëndet me zë të ëmbël, buri më kupton dhe më lavdëron, buri im është dashuri dhe unë ndihem shumë e fuqizuar. Buri im është bujar, zemër mirë, i dhemshur. Buri është mbështetja ime më e madhe. Buri është dashuria ime, buri im është dashuri. Buri im më përkrah, buri im më do, buri im mi plotson dëshirat, o sa bukur. Buri im më mbështet, buri im është i dashur, buri im është i mrekullueshëm, buri im është i sjellshëm, buri më respekton mua. Buri im është kritikuesi im më i shpesht. Buri im është shoku im i jetës në çdo aspekt. Unë jam mirënjohëse dhe falendëruese dhe çdo natë put duart e burit tim dhe e falenderoj shumë. Shumë komente të bukura, jeni të mrekullueshme. Buri im më përkrah, buri im është shumë i dashur, buri im është lumturi. Bukur shumë. Domethënë, nëse praktikohen këto çdo ditë, atëherë është alama e mrekullueshme bëhet jeta. Ushtrimi i dialogut të dashurisë, diskutoni një problem pa ndërprerë njëri tjetrin dhe ndihmoni të kuptoni ndjenjat e partnerit. Planifikoni një ditë në javë për një takim pa telefonata apo pa shpërqendrime të tjera. Këtë nuk e di sa e praktikoni. Po, ne praktikojmë. Super. Sepse është gjë shumë e bukur ajo. E tash nëse kemi pyetje, mund t'i bëni pyetje. Pra, duke praktikuar këto strategji, çiftet mund të shmangin zënkat e panevojshme dhe të krijojnë një lidhje më të fortë dhe të dashur. Çelësi është mirëkuptimi, komunikimi i hapur dhe dëshira për të punuar së bashku për një marrëdhënie më të shëndetshme. Ndonjë këshill për çiftet në distancë që mungon komunikimi fizik. Mund ta Po? ta flasmimi sepse Po? unë e kam edhe e kemi të kaluar edhe këtë çështjen e të qenit në distancë, domethënë. Kemi kaluar kur kemi qenë të rinj. Ajo është një sakrificë për familjen. Edhe gjithmonë nëse dy zemra duhen, nuk është arsye distanca, mendoj unë. Edhe pse një periudhë kur ne ishim larg njëri tjetrit, kam parë në një ëndër time, domethënë që ne të dy si trupa morëm në krah të kundërt, por si dy hije brenda nesh, si kur doli një hije prej me, një hije prej Genti dhe u bashkua. E kupton? Ama ne si trupa si kur ikni në krah të kundërt. Domethënë që unë mendoj se nuk ka, distanca është thjesht mund të fokusoheni te zgjidhja, si mund ta zgjidhim në një mënyrë që o të shkoj femra, se unë kam shkuar në këmbë, e kam bërë në ato kora, dhe ka qenë një hënë e plotë si kjo që është sonte. E kam bërë në këmbë, me 2 fëmijë të vegjël, sot ka zgjidhje sa të duash për të bashkuar me bashortin ose me bashorten. Nuk është një, mendoj se nuk mund të jetë një mungesë e një zgjidhje sot në këto kohë. Edhe atëherë e gjetëm një zgjidhje, shkova në këmbë me para. Po, Anila. Po, shumë e saktë. Domethënë kur duhen njerëzit nuk ka rëndësi shumë distanca, se sa larg janë. Ato një ditë do bashkohen. Dashuria e mban lidhjen. Tash s'kishim as telefona ne. po, As telefon s'kam pasur unë atëherë me Genti. Aida Bosi thot, po kur s'do të marrë dituri si i bëhet, Anila më herët e shpjegoj, domethënë e gjitha ka qenë të vetë dashuria, Anila,
te Anila, Po, edhe ajo është përgjigja e saktë. automatikisht Po, do bëhet, automatikisht, veç mos ta mbaj mendjen sepse automatikisht vijnë gjërat, leri të rrjetin vet, çdo gjë vjen në kohën e duhur, në momentin e duhur, edhe çdo mungesë vjen kur duhet të vi, jo kur duam ne të vi. Ajo ndos veç ti puno me veten çdo ditë, me mësimet çdo ditë, me vetëdijsimin çdo po. ditë, me mendimet çdo ditë edhe gjërat vën vet ku duhet të vën. Ndërsa Sonila thot, po për femrat beqare çfarë këshillash kemi? Unë do ta dërgoj Sonilën tek trajnimi që e kemi Gruaja Perfekte, aty e kemi shumë gjëra të bukura edhe për femrat beqare, edhe për ato që s'kan ose janë ndarë, jetojnë vetë, për ato kemi shumë qelsa për t'i qelë pak, si janë mbyll edhe shmangin dhimbje në çdo formë. Kështu që të ftoj nesër mbrëma e kemi atë trajnim, Gruaja Perfekte, i cili është një trajnim jashtëzakonisht i fuqishëm sa i përket dashurisë për veten, vetbesimit, ti jesh një grua elegante, e bukur, e sjellshme, dish si të sillesh me njerëzit, dish si të flasësh me njerëzit, e shumë gjëra tjera, e si të merresh me emocionet tua edhe me atë që do e shfaqësh, do më thënë tamam t'jesh si një mbretresh. Edhe Gruaja Perfekte, mbretresha në ju, është trajnim i cili ti mëson gjithë këto veti. Ndërsa deklaroni fuqinë që e tha Anila se ka qenë pikthesa, ne japim falas nëse e bleni librin Magjia të folurit pozitiv, dy gjëra shumë të fuqishme që janë transformimi me njëhershëm i jetës suaj. E japim ma çmim vetëm e vetëm sepse e dim se ajo është trajnimi i cili e ndryshon total gjithë traumat e skaluarës, përballjen me to edhe rikthimin edhe deklarimin e fuqisë tuaj. Ndërsa tash do ndëgjojmë pak të reklamën për Edhe trajnimin. diçka, Po? po, edhe diçka kur doja ta cekja tek libri jot, unë kam qarë pa fund në atë libër, as vetë nuk e di pse. Do me thënë, veç kam qarë që nga fillimi i librit deri sa e kam mbaruar dhe nuk e di, nuk më shqitesh vetja nga ai libër. Aq shumë e kam gjetur veten tek ai libër. Mos të ngecen, veç ta marrin, se ndonjëherë energjia nuk i lë ta marrin, është thjesht një libër, është një çmim, thjesht merre dhe hape se edhe ai libër ka qenë një hapje shumë e madhe për mua. Po, shumë libri mirë është, edhe ka shumë sekrete që duhet t'i përdorin njerëzit. Po. Tash vazhdojmë se kemi shumë edhe për biznesin të flasim. Do më thonë, nëse dëshiron një marrëdhënie të fortë harmonike, plot dashuri, je në lidhje dhe dëshiron ta forcosh ato, po përballesh me sfida që po dëmtojnë komunikimin dhe afërsinë tuaj, dëshiron një martesë të lumtur, me më shumë pasion dhe mirë kuptim, nëse u përgjigje po për ndonjërin nga këto pyetje, atëherë trajnimi harmonia në familje është zgjidhja që ke kërkuar. Këtu mëson strategji të fuqishme për të shmangur konfliktet dhe për të krijuar harmoni. Zbulo teknika për një komunikim efektiv që sjell më shumë dashuri dhe mirëkuptim. Ndërto një lidhje të fortë, të pasionuar dhe të lumtur që zgjat një jetë të tërë. Ky trajnim është për ty nëse je në lidhje dhe dëshiron që ajo të rritet me më shumë dashuri, po përballesh me sfida dhe dëshiron zgjidhje të qarta dhe efektive. Je i martuar dhe do një marrëdhënie më të fortë, më pasionante dhe të mbushur me harmoni. Mos lejo që keq kuptimet dhe konfliktet të dëmtojnë marrëdhënien tënde. Mëso si të krijosh një lidhje të shëndetshme, të lulëzuar dhe të mbushur me dashuri. Pra na kontaktoni tani, regjistroni dhe bëj hapin e parë drejt një marrëdhënie më të lumtur dhe më të fortë. Na kontakto më shumë detaje. Nëse mundet, Meri ose Leonora ta shpërndaj linkun për trajnimin harmonia në familje.
Më thonë, keni dy forma për ta marrë këtë trajnim, mund t'i bleni këto librat, të cilët kushtojnë 27 euro dhe e merrni falas gjithë trajnimin, ose nëse e doni vetëm trajnimin ta bleni, e keni me 27 euro. Edhe nëse dun ta blejnë trajnimin, mund ta nxirrni atë linkun për ta bler trajnimin. Tash, çfarë përmban ky trajnim? Përmban seminarët që janë mbajt sa i përket harmonisë familje, meditime, afirmime, libër pune, afirmime për lumturinë e fëmijëve, të besoni në vetë dhe në fëmijën tuaj, si burrat dhe gratë e respektojnë njëri tjetrin dhe si motivohen edhe fuqizohen burrat. Domethënë ka shumë material ky trajnim. Ka që ishe pra për sa i përket mendjes sonë, sepse kjo është shëndeti i mendjes edhe i trupit. Edhe tash mësonte e ushqym mendjen me gjërat pozitive edhe të mira që ne duhet t'i bëjmë në bashkëshortësi, të krijojmë një harmoni aty ku jetojmë, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Më e rëndësishme se çdo sukses në jetë është harmonia në familje, është lumturia në familje dhe mirëkuptimi në familje. Sepse edhe nëse arrin kush sa dush pasuri, nëse nuk e ke këtë, atëherë asgjë nuk të bën të lumtur. Po lumturia e vërtet gjendet vetëm brenda nesh, siç tha edhe Anila. Nëse ti Anila tash ke edhe diçka tjetër të shtosh, Unë doja vetëm të thosha të gjitha nënave, të gjitha gocave, që ne jemi ndryshimi, ne jemi dashuria, ne jemi harmonia, ne jemi vetë krijimi, të mos flën me ignorancën, të mos flën me paditurinë, të mos flën me ankesat, të mos flën me dhunën, apo nuk e di, por të mësojnë, të hapin mendjen se janë ai trajnimet Mimi e di shumë mirë që unë s'kam lënë seminar, harmoninë në familje e kam pasur, e kam marrë, nuk kam lënë asnjë gjë, vetëm e vetëm se si të jem e lumtur, të krijoj një harmoni në familje, sepse truri harron, Mimi, truri harron shumë shpejt. Edhe të gjitha këto që mësuan sot, apo dëgjua, nëse nuk do e praktikojnë leximin, mësimin, të hapin audiot, t'i rikujtojnë ditë për ditë, derisa të vetëdijsohen, thjesht do krijojnë kaos, si që ne e patëm krijuar, na kanë ikur shumë vite dëm. Mos ta bëjën gabimet tona, mos t'i bëjnë gabimet tona, se më mirë mësojsh prej eksperiencës dikujt tjetër se sa nga çekanat që ti sjell jeta. Po, sepse për fëmijët është një trashëgimi shumë e bukur tu lësh fëmijëve këshillat, qetësinë shpirtërore, të mos u ushqesh xhelozi dhe budalliqe të paditurisë, po të ushqesh dashurinë, harmoninë, lumturinë, zgjidhjet, t'ua lëm të shkruara. T'ua lëm të shkruara është pasuria jonë më e madhe. Po Anila, për shembull, kur thuhesh të jemi të vetëdijshme, është të jetojmë tani. Jetojmë në tani. Të jemi të hapura, të mësojmë edhe të ndryshojmë. Të ndryshojmë. Kur lutemi edhe kërkojmë për përgjigje, kur na vijnë përgjigje, duhet t'i pranojmë, ta kapemi për një dorë, edhe të ecim lart. Të përullura siç. E jo çdo ditë lutemi, çdo ditë na vijnë mundësitë edhe ne t'i shmangim ato. Siç është kjo mundësi të cilën tani do e prezantoj përsëri. Do të kemi një seminar motivues në Berat. Në Beratin e bukur, kemi qenë aty bashkë me Anilën, kemi meditu tek Kalaja, është një vend jashtëzakonisht i bukur, një vend historik. Një fuqi jashtëzakonisht madhe ka ky vend, edhe kemi një antare të I Empower atje, e cila na ndihmon në organizimin e këtij seminari magjik. Do kemi edhe
në menaxherët më të larta në Forever, të cilët janë shumë vite në Forever, edhe do shpjegojnë eksperiencën e tyre në këtë biznes. Unë do të flasë për potencialin e jashtëzakonshëm të mendjes dhe si ta përdorim atë për të arritur jetën që ne e duam. Domethënë është me 22 mars, jo këtë javën tjetër. Për detaje regjistroni në linkun cilin besoj Meri do e shpërndaj tash këtu. Nëse e shihni veten në këtë seminar të mrekullueshëm jetë ndryshues. Atëherë, le të vazhdojmë. Anila, faleminderit shumë për Faleminderit çdo një gjë, edhe që shpërndave, vërtet je eksperte për marrëdhëniet familjare. Edhe gjithë ata që duan këshilla lidhur me martesën e tyre, është mirë që ta kenë trajnere Anilën, ta kontaktojnë Anilën, edhe ajo ju ndihmon si e ka ndihmu veten, duke e dhënë përvojën e saj tek ju, që edhe ju të keni një familje të lumtur. shumë mësimet e tua ishin ato që më bërën mua këtë sot, por edhe një diçka doja të thoja për Foreverin. Jam lutur shumë për shëndet dhe ti e di shumë mirë që kush ka qenë frika ime më e madhe, dhe në momentin që reflektova një ditë pas disa kohësh, tani në fund, thash, por unë jam lutur gjithmonë për shëndetin. E tash erdhën produktet për të ndihmuar ty, fëmijët, burrin, për të bërë një jetë më të shëndetshme me produktet bio. Dhe kjo ishte shumë e bukur. Ishte një moment, ai momenti që bën aha, që quhet që na ke thënë gjithmonë, dhe thash, Anila, nëse ti se ua jepja njerëzve, ua prezantoja jo shumë e sigurt. Pastaj ndënja një ditë para kompjuterit dhe thash, Anila, pse je kështu, thash, a do t'i mirje këto produkte ti nëse do e kishe mundësin sot? Dhe i kam thënë vetes, po të gjitha do t'i merja, të betohem. Po të gjitha, sepse të gjitha për menopauzën, për kolesterolin, për të gjitha, thash po, veç derën e spitalit mos shikoj. A nuk e dashur që të mos shkosh në spital, e këto produkte janë, thash. Dhe kjo ka qenë shumë pak ditë përpara, që e kam shprehur tek grupi. Edhe ka qenë shumë e bukur për mua. Ka qenë vërtet shumë e bukur dhe jam e sigurt që do kem sukses në këtë rrugë. Janë produktet më të mira në botë se i përket shëndetit, edhe mundësi magjike për të ndihmuar veten dhe të tjerët. Gjithë ata që duan të ndihmojnë tjerët, tash e kanë një mundësi të ndihmojnë në vazhdimsi të tjerët, sa i përket mendjes edhe trupit. I kanë të gjitha së bashku. Faleminderit shumë, Anila, ke qenë mrekullueshme, ke shkëlqyer me dritën tënde që e ke, edhe që e shpërndan gjithmonë, edhe që nuk kursehesh për mirësinë tënde të pafundme që e ke në shpirt. Edhe të ma përqafosh shumë mamin kur ta shohësh, edhe ajo është dritë. Faleminderit shumë, të duam shumë. Ju duam shumë. Të dua shumë edhe unë. Fala edhe Gentit i bën. Veç bekime. Faleminderit. Domethënë tash ta përfityroni veten se keni një pemë magjike, sa më shumë që kujdesesh për të, ajo rritet dhe të jep fruta të shijshme çdo ditë. Tani imagjino që këto fruta janë para, shëndet edhe liri. Si funksionon? Forever ka produkte të mrekullueshme me aloe vera që ndihmojnë njerëzit të ndihen më mirë dhe të jenë më të shëndetshëm. Edhe kjo është shumë e vërtet, sepse çdo ditë i përdor produktet. Kur i ndan këto produkte me të tjerët, ti fiton para dhe ndihmon njerëzit të kujdesen për veten. Sa më shumë që ndan këtë mundësi me miq dhe familjen, aq më shumë rritet pema jote magjike dhe të sjell më shumë të ardhura. Pse është kaq e bukur?
sepse punon nga kudo, në kohën që dëshiron, fiton shpërblime dhe udhëtime të mrekullueshme. Edhe këto janë gjëra reale, nuk janë gjëra fantashkencë. Domethënë janë gjëra që ndodhin çdo ditë në këtë kompani. Forever është si një lojë e bukur, ku ndihmon të tjerët dhe ndërkohë fiton një jetë më të lumtur dhe më të suksesshme. Tash, pyetja ime për ju është, a doni ju ta mbjellni këtë pemë magjike sot? Kush nga ju don ta mbjell këtë pemë magjike sot? Forever është si një lojë e bukur, ku ndihmon të tjerët dhe ndërkohë fiton një jetë më të lumtur edhe më të suksesshme. Kështu është forever, domethënë si kjo pema magjike. Çdo ditë e ujit, e ushqen, edhe ajo rritet. Dhe sa më shumë rritet, ti ke të ardhura edhe një jetë shumë më të bukur. Në këtë formë ti e hap mundësi universit, Zotit, që të ketë nga ti dërgoj parat për cilat lutesh çdo ditë. Sepse që të bësh para, nuk vim parat nga qielli, vim parat nga puna jonë, nga angazhimi jonë dhe nga përpjekja jonë. Njerëzit bëjmë para duke punuar nga 8 orë, 10 orë në një punë, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet. Edhe marrin një rrogë caktuar, ajo asnjëherë nuk rritet më shumë se sa është aq e caktuar, e limituar. Gjithmonë është një zarf i limituar, sado që tjetë ai zarf. Ndërsa në këtë kompani tu nuk e ke të limituar se nga do vim parat, si do vim parat edhe ku do vim parat, sepse është një biznes i cili i ka përfaqësit në 169 shtete të botës. E kemi mbjell, po kujdesemi si për drurin e bambus, thot Besiana. Marcella thot po, Liliana po. Unë jam duke u ujitur dhe më sjell fruta të ëmbla, bravo, Alida. Tash, shumë njerëz nuk e kuptojnë mundësinë e forever living për disa arsye. Numër 1 është mentaliteti i kufizuar dhe frika nga ndryshimi. Shumë njerëz janë mësuar të punojnë në mënyrë tradicionale, një punë e zakonshme me pak fikse. Dhe ata nuk besojnë se mund të krijojnë të ardhura nga një sistem ndryshe. Frika nga diçka e re i bën të hezitojnë pa e eksploruar realisht mundësinë. Pa e shikuar në thelb edhe në thellësi se si është mundësia, ata, domethënë, hezitojnë. Nuk e kanë mendjen e hapur. Edhe nuk e pranojnë mundësinë të cilën e ka sjell Zoti në jetën e tyre. Domethënë, nëse e shikoni këtë webinar, asgjë nuk ka rastësisht, nuk është asgjë rastësisht. Dikun lutjet tua ti ke kërku një mundësi të tillë. Mos informimi dhe mungesa e njohurive mbi network marketingun. Disa njerëz nuk e dinë se forever living nuk është një skem piramidale, por një biznes real, me produkte të shkëlqyera dhe një sistem shpërblimi transparent. Ata nuk kanë informacion të saktë dhe shpesh ndjekin perceptime të gabuara. Domethënë, kjo është një biznes real, edhe marketingu i vetëm i kësaj kompanie është nga njeriu tek njeriu. Edhe ata njerëz të cilët i prezantojnë produktet tek njerëzit tjerë shpërblehen. Domethënë, në vend se të paguajnë reklamat shtrejta, siç bën Coca-Cola ose kompani tjera të mëdha në botë, Apple, telefonat, celularët e kështu me radhë, këta e bëjnë
ato para që duhet t'i japin për marketing në rrjetet sociale, për marketing në TV, për marketing në billboardet të ndryshme, për marketing në eventet ndryshme, Forever Living, ato para i jep njeriut i cili bëhet bashkëpunëtor në këtë kompani. Nëse punon me këtë kompani, sigurisht që do e kesh një jetë jashtëzakonisht të lumtur edhe të suksesshme, se në vazhdimsi ti jep shërbim të mirë për të tjerët dhe produkte të mira. Të dyjat së bashku. Nuk e kuptojnë potencialin e të ardhurave. Shumica janë mësuar me idenë paguhem për orët që punojnë. Dhe nuk e shohin forcën e të ardhurave pasive. Në Forever Living mund të fitosh edhe kur nuk punon direkt, për shkak të sistemit të rrjetit dhe shpërblimeve të përsëritura. Tash, njerëzit që kanë arrit sukses me network marketing, kam pat njerë një punë 8 orë. Nuk bëhesh i pasur me 8 orë punë. Nëse dush të blesh diçka më shumë, duhet të punojsh 12 orë, ose duhet të punojsh 16 orë, që të kesh plus një pak, edhe me ato para blesh diçka që të duhet, ose të shkojsh në një pushim. Dhe më thonë, e shton atë vështirësinë e punës fizike më shumë, ndërsa këtu 2 orë në ditë të duhen që të fokusohesh tek biznesi, ta mësosh si funksionon, edhe të fillosh t'i bësh gjërat ashtu siç na mëson kompania të gjithë neve. Edhe siç va mësoj unë në trajnimet që i kemi çdo javë për biznes. Tjetra pse do më thonë hezitojnë t'i shikojnë këto mundësi njerëzit, kërkojnë fitime të shpejta dhe nuk janë gati në punën për rritje afatgjate. Shumë njerëz duan të fitojnë para me një herë, pa ndërtuar biznesin e tyre me durim dhe përkushtim. Ata nuk e kuptojnë se ky është një sistem që me përkushtim sjell të ardhura të qëndrueshme për një jetë të tërë. Do të thonë, ata që kanë për shembull biznes fizik. Mbrëm 1 orë ose 2 kam kalu të shikoj dhe të eksploroj çfarë produktesh shet Temu, AliExpress, Alibaba. Po Temu, do të thonë ka produkte shumë të lira, shumë të mira. Gjë e cila do i mbyll shumë biznese. Nuk e di edhe qendrat tregtare a do ekzistojnë për shkak të kësaj konkurrence kaq të fuqishme që e ka shfaq Temu. Unë do të thonë, aty njerëzit do i çojnë krejt parat, sepse janë gjëra të mira, të bukura, edhe me çmime shumë të lira. Kështu që aty nuk kemi shanse më me biznese të vogla, ti kesh ti çmimet si ka Temu, ti kesh ti ato fustane si ka Temu, ti kesh ato pajisje shtëpiake si ka Temu. Në më thonë, është e shikoni se nga është duke shku bota. Edhe ku duhet ne të fokusohemi që të kemi një jetë më të mirë. Ai biznes fizik që e keni, nëse keni biznes fizik, e kërkon vazhdimisht ti t'jesh aty, ti të punojsh aty. Në momentin që e mbyll, nuk ke më të ardhurën. Ndërsa këtu ti e krijon një herë, edhe të ardhurat i ke derisa të jetosh, plus kodin e punës tënde e trashëgon tek fëmijët e tu, që edhe ato vazhdojnë të fitojnë nga puna yte. Rrethi i gabuar i njerëzve. Nëse një person është i rrethuar nga njerëz që nuk kanë vizion, ata mund të demotivojnë ose ta kritikojnë, duke e penguar të bëjë hapin e parë drejt suksesit. Domethënë, unë e di se në momentin që ju keni dëgju për këtë mundësi, keni tregu familjarëve tuaj, ju keni tregu miqve tuaj, edhe ata kanë thënë diçka shumë negative, njerëz dekurajues, njerëz dyshues, edhe mundësin që ta pru Zoti ti ja dha e shkelmin, edhe nuk ja dhe mundësin vetës, që ta provosh veten në një mënyrë tjetër, ta ndryshosh jetën në një mënyrë tjetër. E tash si t'ju ndihmojmë
ta kuptoni. Domethënë përmes edukimit dhe informimit, i tregoni njerëzve historitë e suksesit dhe faktet reale mbi forever living. Demonstrim personal, je shembulli më i mirë duke ndarë përvojën tënde dhe duke treguar rezultatet. Mbështetje dhe mentorim sigurohu që njerëzit të ndihen të mbështetur dhe të kuptojnë që nuk janë të vetëm në këtë udhtim. Qartësi dhe thjeshtësi. Shpjegoj mundësinë në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme, duke i shmangur terminologjitë komplekse. Nëse dikush nuk e kupton këtë mundësi tani, kjo nuk do të thotë se nuk do ta kuptoj kurrë. Roli ynë është të vazhdojmë ta ndajmë me ta derisa të jenë gati për ta parë vlerën e kësaj kompanie. Pra, bashkohuni me ne në Forever Living dhe ndërtoni biznesin tënd. Realizoni ëndrat tua. Nëse ti e lutur edhe e kërkon një mundësi të jashtëzakonshme për të pasur sukses, për të ndihmuar të tjerët dhe për të ndërtuar të ardhmen tënde pa kufizime, atëherë Forever Living është zgjedhja e duhur për ty. Pse duhet të bësh pjesë e Forever Living? Liri financiare dhe rritje pa kufizime. Krijo të ardhurat të qëndrueshme dhe vendos vetë sa dëshiron të fitosh. Nuk ka paga të kufizuara, nuk ke as shef mbi ty. Sistemi gatshëm me formulë të dëshmuar suksesi. Nuk ke nevojë për eksperiencë në biznes, sepse ne të ofrojmë trajnime, udhëzime dhe një sistem të qartë se si të ndërtosh suksesin tënd. Mund të punosh nga kudo dhe me orare fleksibile. Ti vendos kur, ku dhe si të punosh. Është një mundësi ideale për ata që duan pavarësi dhe të jetojnë jetën sipas kushteve të tyre. Produktet e cilësisë së lartë të certifikuara botërisht. Aloe Vera Forever Living është lider në botë. Produktet janë të kërkuara dhe të dashura nga miliona njerëz, duke të dhënë ty mundësinë të ndërtosh një biznes të fortë edhe afatgjatë. Paguhesh për punën që bën, edhe fiton nga rjeti që ndërton. Një sistem i fuqishëm shpërblimi, që të lejon të ndërtosh një rjet që të sjellë të ardhura pasive. Domethënë, edhe nëse ti e ke bën një shitje, ai person që ti e ka antarësu ka bërë shitje, ti përsëri fiton. Janë përqindjet e caktuara deri ku e lejon sistemi i marketingut edhe puna se si funksionon i gjithë programi i Forever Living. Dhe është i formuar në një mënyrë të përsosur. Sa më shumë që thellohem dhe e shikoj se si është, i them qefseres pse nuk më ke thënë më herët se si është. Mirë, ajo edhe pse është munduar të më thotë, pra do të kthehemi tek ajo më herët që nëse unë nuk e kam kuptuar para një viti kur ma ka shpjegu qefsere, ajo nuk ka qenë se unë nuk do ta kuptoj për gjithmonë. Edhe ja, kompania e ka emrin për gjithmonë, të jetosh për gjithmonë. Pse e ka emrin të jetosh për gjithmonë? Sepse me gjithë punën tënde që ke bërë gjithë jetën tënde, ti e trashëgon atë punë tek fëmijët tu, edhe vazhdon punat që ti e ke bërë sot, do vazhdoj me gjenerata në të ardhmen, që edhe generatat e ardhme vazhdojnë të marrin para nga kudo në botë, nga çdo vend i botës, në çdo vend të botës, 169 vendet të botës ti të kesh llogari bankare. Të kesh kartë, të kesh kudo që të shkosh ti të kesh para. Këtë ta mundson Forever Living. Edhe kjo mundësi e jashtëzakonshme për biznes. Vetë zhvillim dhe rritje personal. Bëu versionin më i mirë e vetes, mëso aftësi të reja, rrit vetbesimin dhe ndiko pozitivisht në jetën e të tjerëve. Vetë zhvillim dhe rritje i mëson shumë teknika, mënyra, se si ti t'jesh, kesh besim vete,
si ti të ndërtosh biznesin, si ti të komunikosh me tjerët, si të bësh shitje, teknikat më të fuqishme të mendjes sa i përket suksesit, nëse bëni pjesë e Forever Living. Udhtime dhe shpërblime ekskluzive. Arritjet shpërblen me udhtime luksoze, makinat e financuara nga kompania dhe bonuset e jashtëzakonshme. Do të thotë makina, fitojsh udhtime, seminaret bëhen në vendet më të bukura të botës. Këtë vit do jetë në Phuket, në Tajland, është një vend shumë i bukur Tajlanda. Hoteli është me 5 yje, është me ultra all inclusive, e gjitha e paguar bileta e aeroplanit, e paguar hoteli me 5 yje, edhe plus ke para për xhep nëse don diçka të blesh për të marrë me vete si kujtim nga Tajlanda. Menaxherët të cilat do të vinë në Berat, ato do të tregojnë eksperiencat e tyre, do të tregojnë sa shumë gjëra kanë bler, sa shumë shtëpi kanë bler, sa shumë hyrje kanë bler, sa shumë makina ato kanë fitu, sa e kanë shëtit gjithë botën. Edhe këtë ju a ka mundësu Forever Living. Kështu që ne kemi tash mundësin në duart tona, edhe a do ta pranojmë, është përsëri në duart tona. A është koha që ta marrësh kontrollin e jetës tënde dhe të ndërtosh suksesin tënd. A don që çdo muaj të kesh qëllime dhe t'i arrish ato? A don çdo 6 muaj të kesh qëllime dhe t'i arrish ato? A don çdo vit të kesh qëllim dhe t'i arrish ato? Apo do ta çosh jetën ashtu si e ke çu, pa asnjë qëllim, pa asnjë përpjekje, pa asnjë ndryshim? Nëse vjen tek ne, nuk je vetëm. Nëse unë e shoh se ti përpiqesh të punosh, unë të telefonoj. E din ato që unë i telefonoj, e din ato që unë i thirri, edhe u tregoj ku je, çka ke bë. Bëje këtë, bëje këtë, bëje këtë, bëje këtë. Ti mundesh të arrish sukses. Domethënë ta kesh përkrahjen time dhe gjithë grupës tonë në vazhdimsi. Pra nuk je vetëm, ne jemi këtu për të udhëhequr hap pas hapi, për të dhënë strategji dhe mjete që të fitosh dhe të bësh pjesë e një komuniteti mbështetës, me njerëz që frymëzojnë dhe motivojnë. Mos humb këtë mundësi. Bashkohu me ne sot dhe ndërto një jetë me më shumë liri, shëndet dhe sukses. Na kontaktoni tani për më shumë informacione. Atëherë, a keni pyetje sa i përket Forever Living? Nëse jo, atëherë dëgjohemi nesër mbrëma me gjithë ju që e keni gruaja perfekte, trajnimin. Edhe nesër me gjithë ata që janë pjesë e Forever Living për të ndëgjuar trajnimin e radhës që ju krijon lirin financiar atyre. Natën e mirë, shihemi suksese dhe në plazhet më të bukura të botës.